Ideja parë është ideja një idealizmi fetar, kur feja spjegohet, do të thonë, larg realitetit, kur feja nuk i merr parasysh nevoja dhe rrethonat njerëzore. Këtu shpeshherë kemi problem me fetarin, por mund të kemi këtu problem edhe me disa fe, të cilat interpretimin mund ta kenë të mirë, por është interpretim utopi, domethënë i pakapshëm, është i parealizueshëm në jetë. Faktikisht mund të tingëlloj mirë si filozofi, si interpretim, po në realitet është shumë vështirë i zbatueshëm në jetën e përditshme. Kjo fetari, domethënë, e provokon në thelb lloj njerëzor, natyrë njerëzore, e provokon, si më thon, kufet e natyres njerëzore, dhe si e tillë i kërkon njeriu të me dalë jashtë natyres tij njerëzore. Kjo logjik e prodhon pastaj pikpamjen e dytë, kur njeriu irritohet nga idealizmi fetar dhe e sheh fen si të pamundshme dhe përrjedhoi e braktis komplet fen edhe i qaset jetës, po tash kur i qaset jetës, thjesht i dorëzohet realitetit, pavarësisht për çfarë realiteti bëhet fjalë. Domethënë kjo është një pikpamje që i qaset jetës pa kurfar limiti, pa kurfar kufesh, veç kufit të ligjit edhe të normave që i përcakton, domethënë, shteti. Edhe pikpamja e dytë është problematike sepse i mohon, si më thon, normat morale, i mohon normat fetare, e krijon masnej edhe një farë lloj kulture fluide, një farë lloj kulture të langët, sepse ai keni pa çush e bojna një gabim shpeshherë edhe ne. Ne shpeshherë themi një shqiptar nuk e bën një gjë të tillë, shqiptari s'duhet me bë kështu. Kjo mendoj që është një lajthitje e madhe, sepse qenërit shqiptar nuk është kategori morale, ajo është kategori identitare, por nuk është shqiptaria, si më thonë, normë morale. Nëse themi që nuk i takon njeriu ta bëj këtë, nuk i takon një fetari ta bëj këtë, po s'mund të themi nuk i takon një shqiptari ta bëj këtë, sepse shqiptaria nuk është kondit morale, është identitet kombëtar, nuk është diçka, nuk ka fe, nuk ka moral. Prandaj ato që një shqiptar para 50 vite s'ka mujt me bëj, bën sot një shqiptar. Domethënë, çështja e shqiptarisë nuk është kondit konstante. Ndërkaq, pikpamja e tretë që pretendojmë ne dhe besojmë se e promovon besimi jonë, e promovon feja jonë, por jo gjithmonë fetaria jonë, domethënë ne shpeshherë edhe mund gabojmë në fetarinë tonë, por mund të themi sigurt që Kurani fisnik është liber hyjnor që në maksimum i qaset njeriu nga realiteti i tij, pra nuk e mohon realitetin as njerëzor, as realitetin e jetës.